إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, për ti ndihmë kërkojmë vetëm tek Ai, mbështetemi dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Salat e selamet për shëndetjet tona më të përzemërta qofshin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, sot do të flasim me juve për një temë që shpesh e dëgjojmë edhe nëpër media, dhe ndoshta sa herë që mundohet dikush me denigru fen islame nxjerrin një titull e që është ekstremizmi fetar. Kur flasim për ekstremizmin nga feja, nga pikpamja e fesë islame, do të flasim për kuptimin e ekstremizmit dhe se si trajtohet ekstremizmi qysh nga koha e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, fjala ekstremizëm do të thotë teprim, me tepru, me i tejkalu kufit. Me i tejkalu kufit që i ka caktuar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej dietarëve të njohur Ibn Taymija thotë teprim që ka të bëj qoftë në besim, qoftë në vepra apo qoftë në fjalë. Qofshin ato teprime në lavdërime apo në kritik. Njëri mund t'i tejkaloj kufit dhe të besoj besutni të ndryshme e që i tejkalon kufit që e ka caktuar Allahu apo i dërguari Muhammed. Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an: o ju pasues dhe idhtar të librit, ja ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum. O ju idhtar të librit, mos teproni në fen tuaj. Është fjala që mos me tepru në besim, duke aludu tek Isa alayhis salam se është bir i tij, bir i Zotit, apo dhe vetë Zoti. E pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: mos më lavdëroni, pa po kthehem tek ajo që mos me tepru edhe me lavdata, me lavdërime. Thot pejgamberi alayhis salam: mos e teproni me lavdërime ndaj meje, sikurse që e tepruan ata të krishterët për Isain birin e Merjemës. Por thuani rob i Zotit dhe i dërguar i tij, kaq. Neve na ka ndaluar feja islame që të tejkalojmë në adhurime, në besime, kështu që të adhurojmë pejgamberin Muhammed, apo të adhurojmë varin e tij, të lutemi tek vari i tij apo varet e pejgamberëve tjerë, apo dhe qofshin ata të cilët kanë ardhur pas pejgamberëve, njerëzit e mirë, sahabët e kështu me radhë. Vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall e këshilloi pejgamberin Muhammed dhe urdhëroi duke i thënë: fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Qëndro në fenë e Zotit ashtu që je urdhëruar ti dhe ata të cilët janë penduar bashkë me ty. Dhe mos e teproni, mos i tejkaloni kufit, se Allahu ju shef çfarë veproni ju.
Një ditë disa sahabi i erdhën te gruaja e pejgamberit a.s. dhe e pyetën për ibadetin, për adhurimin, se çka vepron pejgamberi a.s. dhe sa adhuron Allahun. Dhe kur dëgjuan ata për pejgamberin a.s. disi ju dok që pak janë duke vepru, andaj duhet edhe ne edhe më shumë të veprojmë, më shumë se sa çka ka vepru pejgamberi a.s. Njëri prej tyre tha, unë tha, tërë natën do të bëj ibadet, do të fali namaz. Tjetri tha, unë vazhdimisht do të agjeroj çdo ditë, pa ndërprerje. Tjetri tha, unë të do të bëhem asket, nuk do të martohem, nuk do të afrohem të gruaja ime. Kur i dëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u hidhru fort me këta, sepse kanë rarë në ekstremizëm, kanë tepru. E kanë tepru. Dhe pejgamberi alaihi salam tha, unë tha jam më i devotshëm dhe më i mirë se sa ju. Pa dyshim, sepse është i dërguar e Allahut, a e din më mirë dhe a e kupton më mirë fenë Allahut azza wa jall. Është i dërguar i tij. Tha, megjithatë, me gjithë devotshmërinë që ai kam, dhe me gjithë mirësinë që e kam, afërsinë tek Allahu azza wa jall, unë edhe agjeroj, edhe ha bukë, edhe fali një pjesë natës, por edhe flej gjumë dhe martohem. O dhe që të dashur, çdo të i kalim në fejnë Allahut azza wa jall është ekstremizëm, është teprim në fejnë Allahut azza wa jall. Teprimi në fe është i urrejtur. Andaj themi që pejgamberi alayhis salam e ka trajtu këtë çështje qysh herët. Na ka treguar neve se si trajtohet ekstremizmi dhe çka është ekstremizëm dhe teprim në fe. Thot pejgamberi selam, kujdes nga teprimi në fenë Allahut azza wa jall, se popujt që ishin para jush u shkatruan mu për këtë çështje. Fetë që ishin pasues të pejgamberëve tjerë u shkatruan mu në këtë çështje. Se tepruan ndaj pejgamberëve të tyre, aq shumë i lavdëruan derisa filluan mi adhuru pejgamberët të dërguar që i kishin. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan teprimin në fe me një udhëtar i cili udhëton me një kalorës, pra i cili e shalon një kal dhe don që shpejt e shpejt me arrit tek caku. Dhe gjatë udhëtimit të tij të largët, vazhdimisht rraf kalin me kamxhik, i bjer kalit vazhdimisht duke u mundu që të mbrej sa më shpejt. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili rrah kalin në këtë formë, as nuk mbrin në cak dhe as nuk e le kalin gjallë. Andaj, me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo fe e Zotit është shumë e ndihshme. Andaj, kur të hyni në fe, shkelni ngadalë, sepse sikur se një njeri i cili futet me një vend ku shkel në për qelç, në për xham. Andaj ka kujdes që mos të theje qelçi, shkel ngadalë. Sikur se njeri i cili shkel mbi akull, shkel dal ngadalë që mos të çajë dhe mos të fundoset. Feja Allahut azza wa jall në këtë formë kuptohet, mësohet dal ngadalë dhe praktikohet fjalë për fjalë çka ka thënë Allahu dhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ecim hapave të Allahut, hapave që na ka përmend Allahu azza wa jall, hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të jemi në rrugën e mesme të cilët i ka lavdëruar Allahu azza wa jall, ka thënë ju jeni ummeti më i mirë, që jeni përzgjedhur për njerëzit në ajetin tjetër, sepse pra ummeti më i mirë, ummeti i mesëm, që as nuk e te i kaloni, as nuk kaloni në ekstremizëm dhe as nuk e cungoni fenë Allahut azza wa jall, e nuk kaloni në liberalizëm. Vëllezër të ndershëm, pra ky ishte trajtimi islam ndaj teprimit në fe. Atë sot çka po dëgjojmë në për media,
në për intervistat të ndryshme, ku dalin njerëz jo kompetent të cilët flasin në emër të fesë. Po tham jo kompetent se as nuk janë fetar, janë ateista, janë kundërshtar të fesë, dhe mundohen që këtë temë të trajtojnë kinse janë duke trajtu ekstremizmin, në fakt janë duke kundërshtu fenë Allahut Azza wa Jall. Njeri shkruan libër dhe quan veten unë jam musliman, në fakt nuk ka të bëj asgjë me islamin dhe deklarohet hapta se është ateist. Dhe çdo gjë që shkruan në atë libër i mohon urdhnat e Allahut, e mohon fenë Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë. Tjetri del në media tjetër, edhe ai fillon kinse po flet për islamin e mesëm, në fakt i pengon shamia, i pengojnë 5 vaktet e namazit, i pengojnë rregullat e fesë, nuk don me pa besimtar. Tjetri del kinse po efton popullin në kombëtarizëm, s'di se si bëhet shqiptari ma shqiptar se sa që ka lindur shqiptar babenon dhe në tokën e Kosovës apo të Shqipërisë. Dhe megjithatë mundohen me eftu kinse në kombëtarizëm, në fakt pas asaj kohe thrasin në krishterizëm. Domethënë, është një çështje me mbulu interesat e tyre të caktuara. Me mbulu, pra misionet e caktuara që ai kanë, mundohen me mbulu kinse me komb. Kush luftoi për këtë komb, ndryshe vetëm se bijtë e këtij kombi. Bijtë e këtij kombi, bijtë e këtij vendi që janë me 90% musliman. Kush ra më shumë dëshmor prej hoxhallarëve, prej liderëve fetarë se sa hoxhallarët. Shtëpiat dhe kultet e kujt ju digjen? Nëse hym tash më detaje, ne e dim fort mirë se si pas lufte kemi punuar me ndihma humanitare dhe u sillshëm anë këndej Kosovës në përfshatra e gjenim vetëm xhamia të djegura. Në çdo fshat ku janë djegur shtëpit, janë djegur edhe xhamit, e jo e kundërta. Nuk po dem me thënë që kanë qenë bashkëpunëtor, por nuk u digjen kultet e tyre, as shtëpiat e tyre. Kemi shku jo larg Prizrenit me një fshat këtu afër, tha ja tha hoq, tha, veç fshatra, veç shtëpiat tona tha janë djegur. Shtëpiat e tyre vetëm ka mjaftu me shenjë me bë, edhe nuk janë djegur. E tash ti fillojnë mbas 25 viteve na flasin që kinse ne nuk i kemi përjetuar këto prej armiqeve tanë. Dhe mundon me njollos islamin dhe muslimanët me tradhti dhe me spionim për agenda të kujt janë duke punuar. Ata po mundohen me sjell përçarje në tokë. Po ti dëgjosh, ata janë ekstremistat të cilët po dalin nëpër media dhe flasin dhe fyejnë dhe shajnë, bile edhe kërcënojnë me luftë dhe me vrasjen e besimtarëve dhe me dëbimin e besimtarëve nga kjo tokë. Kush është ekstremizëm këtu? Kush është ekstremisti? Normal që ai i cili fyen dhe shan dhe kërcënon me vdekje, me vrasje, me dëbim, ai është ekstremist. E besimtarët të cilët nuk i përdorin as këtë fjalor dhe nuk janë të tillë, mundohen që me gjetë shembull ndoshta prej fundit të botës diku me ndonjë shembull jo të vërtet dhe me janë vesh islamit dhe muslimanëve të këtij vendi. E lutim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe na bëj të mundshme ta ndjekim të vërtetën dhe ta shohim të pavërtetën si të pavërtet dhe të largohem prej kësaj. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall
salat dhe selam e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshillon, na thot, ka prej njerëzve të cilët janë çelësa për të mirë, të mirësisë, dhe ka prej tyre të cilët janë mbyllës të sherrit, të këqijave. Dhe ka dikush është anasjelltas, është çelës i sherrit dhe mbyllës i hajrit. E thot pejgamberi sam, ju bëhuni hapës çelës të hajrit, të mirësisë dhe mbyllës të sherrit. Besimtari mundohet që mos të bi prej e këtyre personave. Besimtari mundohet dhe duhet të sjell qetësi në vendin ku jetojnë, në mesin ku është duke jetuar. Pa më parasysh ata të cilët mundohen dikush për agenda të caktuara, të jashtme, një zot e di për kë janë duke punuar, por që e dim që janë qëllim këqija. Ai i cili mundohet me përqa popullin ton në bazat etnike, në baza fetare, jo ju kështot, jo ju ashtu, ata janë duke punuar për dikë. E na lutim Allahun azza wa jall që të jemi syqel dhe mos të bim prej e këtyre personave. Dhe të dashur besimtar, Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë gjë që na afron në xhennet dhe na largon prej zjarrit të xhenimit vetëm se na kanë treguar. Nuk ka lënë gjë për mirëqenien se ku je duke jetuar vetëm se na ka treguar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i besimtarit është që të jetë i drejtë në këtë botë, të sillet me mirësi dhe t'i bëj dobi njerëzve. Pejgamberi sallallahu ka thënë, më i dobishmi për juve është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Andaj, mundoni që mos më harxhu energji në gjëra të kota, por harxhoni energjinë juaj në gjëra të mira. E lutim Allahun azza wa jall na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i fal gabimet tona. E lutim Allahun azza wa jall përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. E lutim Allahun azza wa jall ta ruaj neve dhe popullin ton dhe vendin ton nga çdo dashakeq. E lutim Allahun subhanahu wa taala ku të ndajmë për kësaj dunja të ndahmi duke qenë Allahu azza wa jall i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.